Unë në 15 vite jam munduar të mësoj studentët se si të ndërtojnë bizneset suksesshme, po një ditë zysha e mori guximin dhe tha do bëjmë vetë sipërmarrëse, do e provoj. Dhe këtë mundësi ma dha Startup Albania Grant. Ne kemi aplikuar në 2025 në grantin e vitit të kaluar dhe ka një vit që është ndërtuar platforma. Kam 2 ekspert fantastik të inteligjencës artificiale dhe dua t'i përmend. Falenderoj Evis Plakun, jemi rritur bashkë shoku imi. Dhe Ndriçim Topalli, që janë profesor të inteligjencës artificiale, të studiuar në Freiburg University në Gjermani, visi për inteligjencë artificiale në robotik kryesisht, dhe Çimi sapo ka përfunduar studimet në Reading University në Angli, po në inteligjencë artificiale, më tepër te pjesa e recognition in AI. Kështu që këta janë bërthama suksesi i ngritjes së këtyre mekanizmave të AI-t, dhe gjithashtu ekipi suportues i zhvilluesve, që janë studentë talentuar të Holberton School. Janë 4 djemë që janë komplementar me njëri tjetrin në njohuritë dhe aftësitë që ato kanë. Sikurse kemi dhe një ekip studentësh vullnetar nga Fakulteti i Ekonomisë që po ndihmojnë shumë me pjesën e marketingut, me pjesën e shkrimit të projekteve, gjetjes së tirjeve gjithashtu, dhe po ndihmojnë edhe për pjesën e testimit të platformës. Ne jemi në fazën e testimit, validimit, kemi aktualisht 15 biznese, institucione, qofshin këto edhe institucione publike të regjistruara në platformë, sikurse kemi edhe 50 profesionistë që aktualisht ne jemi duke testuar dhe duke validuar platformën tonë, që është ende në zhvillim, gjithmonë më shumë algoritmi përmirësohet për të bërë këtë matchin, gjetjen e shpejtë të kontributorëve, bashkëpunëtorëve me njëri tjetrin. Me që jeni në fazë validimi, promovimi, këtu ke mundësinë ta promovosh platformën, se këtu ka goxha potencial për gjithë ata që vinë për të bërë të njohur edhe për të marrë pastaj telefonata, kërkesa etj, kështu që është po deshe mund ta shpjegosh edhe pak më gjatë se si funksionon dhe cili është interes. Çfarë interesi ka një institucion për shembull që të jetë pjesë e platformës tënde ose një biznes? Së pari, thirrjet vijnë orale, nëpërmjet notifikimeve, lajmërimeve që vijnë edhe nëpërmjet platformës, pra gjithçka është ngritur e tillë që komunikimi ndodh brenda platformës, sikurse edhe me email. Marrin informacion për profesionist, ekspert më të mirë të rankuar, do përdorim sistemet e rankimit, të reviewve, në fusha të ndryshme që plotësojnë nevojat e tyre për ekspertizë, qoftë kjo afat shkurtër apo afat gjatë.